Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Beqa tha se këto masë janë për të ardhur keq. Ne kemi thënë edhe në takim me ministrin Saraçini se jemi të gatshëm dhe dëshirojmë fqinjësitë e mirë dhe bashkëpunim, por gjithsesi do të ruajmë identitetin shtetëror dhe interesin e qytetarëve dhe në masë të madhe interesin e ekonomisë së Kosovës. Shpresojmë që kjo shumë shpejt do të zgjidhet, ka thënë Beqaj. Ajo ka kërkuar falje bizneseve që me vendimit të tilla mund të jetë dëmtuar biznesi I tyre, por ka kërkuar mirëkuptimin e tyre në këtë rast. Lajmet nga Shqipëria. Në Kuvendin e Shqipërisë betohen deputetet e rinj. Kuvendi ka nisur sot seancën e ditë plenare pas asaj të një dite më parë. Edhe seanca e sotme është drejtuar nga Namik Dokle. Komisioni I verifikimit të mandateve ka shpallur konkluzionet. Raporti u lexua nga deputeti socialist Armando Subashi, I cili në fund deklaroi se pas verifikimit, komisioni arriti në përfundimin se mandatet e 140 deputeteve janë të vlefshme. KQZ-ja mbi bazën e rezultatit të votimit për çdo zonë zgjedhore ka përllogaritur shpërndarjen e mandateve që u paraqiten kolegjit të zgjedhor. Dje Kuvendi çeli punimet e seancës së parë të legjislativit të dalë pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Lajmet rajonale. Qeveria e Shkupit urgjentisht për luftën tregtare me Kosovën. Qeveria e Maqedonisë ka nisur një mbledhje urgjente për të shqyrtuar situatën e krijuar lidhur me embargon dhe luftën tregtare me Kosovën. Nga qeveria informuan se mbledhja në orën 11:10 është thirrur nga kryeministri Nikola Gruevski, I cili siç mësohet ka disa opsione për të vendosur lidhje me situatën e krijuar me vendin fqin, pas vendosjes së embargos së plot nga pala e Kosovës për prodhimet e Maqedonisë, si dhe nga ana tjetër vendosjen e taksës kufitare për shtetasit të Kosovës nga ana e autoriteteve të Shkupit. Zëdhënësi I qeverisë Muhamet Hoxha theksoi se në këtë mbledhje do të shqyrtohet edhe informata e ministrit të ekonomisë Valon Saraçini pas takimit të djeshëm në Prishtinë me ministrat homolog të Kosovës. Në këtë mbledhje do të shqyrtohet edhe informata e ministrit Saraçini se çfarë është diskutuar dhe ka dalër si vlerësim nga takimi në Prishtinë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e tregtisë dhe industrisë të Kosovës, Mimoza Kosari Lila, ka theksuar zëdhënësi Hoxha. Lajmet ndërkombëtare. SBA-ja shtyn votimin për ndërhyrje në Siri. Senati I SBA-ve ka shtyrë një votim procedural të planifikuar fillimisht për 11 shtator mbi një propozim për të autorizuar përdorimin e forcës ushtarake kundër regjimit të Bashar al-Assadit në Siri. Disa senator kanë shprehur pikpamjet e tyre mbi kërkesën e Obamas për autorizim, ku me sa duket Senati është I ndarë më dysh. Administrata Obama kishte organizuar një sesion të mbyllur me anëtarët e inteligjencës dhe të shërbimeve të armatosura. Një tjetër seancë e mbyllur është planifikuar për të gjithë anëtarët e dhomës së përfaqësuesve. Siria pranon të dorëzoj armët kimike. Siria duket se ka vendosur të pranoj propozimin e SBA-ve dhe Rusisë që të dorëzoj armët e saj kimike tek ndërkombëtarët. Ministri sirian I punëve të jashtme Walid Mualem ka deklaruar nga Moska se pranon kërkesën amerikanëve dhe rusëve. Këtë fakt e njoftoi ministri I jashtëm rus Lavrov, I cili tha se oferta ishte bërë gjatë bisedimeve me homologun e tij sirian Mualem, I cili e ka përshëndetur iniciativën. Gaza në krizë për shkak të mbylljes së kufirit me Egjiptin. Radhët e gjata të makinave presin orë të tëra jashtë pikave të karburantit për shkak të ndërprerjes së shpeshtë të energjisë dhe mungesa e materialeve të domosdoshme për jetë, përfshirë karburantet po vështirësojnë jetën e banorëve në ripin e Gazës. Që nga përmbysja ushtarake e presidentit Mursi, I cili hapi kufit me Gazën dhe ndikoi në zhvillimin ekonomik të kësaj zone palestineze, banorët e saj po përballen sërish me jetën e vështirë dhe embargon e gjithanshme. Që nga ardhja e Mursit në pushtet, ai hapi kufirin e rregull dhe ndaloi tunelet nëntokësore të kontrabandës, por tani kur kufiri është I mbyllur, Gaza është bërë më së izoluar. Ushtria egjiptiane ka nisur një operacion të madh kundër rjetit të tuneleve sekrete kufitare, të cilët deri kohët e fundit ishin burimi kryesor I karburantit dhe materialeve të ndërtimit. Tunelet e nëndheshme u gërmuan në vitin 2007 për të tejkaluar embargon e Izraelit në territorin e drejtuar nga Hamasi.
Në Indi, hindusët vrasin 31 musliman. Së paku 31 musliman janë vrarë dhe qindra të tjerë janë detiruar të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të dhunës hinduse ndaj muslimanëve. Këto akte dhune po ndodhin në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Sulmuesit hindu rahan fëmijë dhe dogjën prona, duke shkaktuar frikë dhe tmerr ndër banorët musliman. Shifra prej 31 të vrarëve mendohet të jetë edhe më e madhe. Dhuna ndaj muslimanëve në Indi ka qenë një karakteristik përcaktuese e politikës indiane që prej ndarjes traumatike të vendit nga Pakistani në vitin 1947, kur qindra e mijëra njerëz u vranë dhe miliona u zhvendosën. Parashikimi i motit. Koha në Prishtinë është 26 gradë Celsius, diell të përcjellura me vranësira, ndërsa Tirana ka 30 gradë Celsius, po ashtu diell dhe vranësira, kurse Shkupi ka 27 gradë Celsius vetëm me diell. Kështë të tëra përgatitur për edicioni orës 16 dhe takimit të radhës. Assalamu alaikum.